dhe qeset që ata vinë vërdal, janë lek djersa dhe mundi kalamajve tuaj. Janë ato taksat e gjelbërimit, ato taksat e ndriçimit, ato taksat e pastrimit që ju nuk ju vini shërbim. Bashkia Lushnje, gati 60% i qonë për lek patronazhimi vetëm për rrogë për administratën që vinë vërdal. Këtu janë demokratët e ndershëm, vullnetar shpirt që s'majnë gjys leku dhe do të tregojnë datën 11 që nuk bën fajde rroga e gjithë secila atyre që del tërë. Nuk bën fajde sepse ne kemi vendosur të jemi ndershëm. Nuk bën fajde sepse ne kemi vendosur të rrisim kalamajt këtu. Nuk bën fajde sepse nuk patëm frikë deri në vitin 90 dhe nuk kemi pse kemi frikë sot. Sepse përballë ju sot janë 3 djem që do fletë do të gdhihen Lushnje, ndërsa atje ke ata që datën 11 do të mbledh me celularin. Sepse do zhduken nga qyteti Lushnje, do ta lënë keqë më keq, fshate më fshate që kanë lënë sot. Ndaj, unë them nga gjithë secili nga ju, sot jemi jo pak që ty po ne sot jemi shumë. Jemi shumë sepse i thym frikën lushnjarëve, i tregojmë atyre që atyre po i vjen takim vetëm ata që i pagojnë me rrogën, me djersën, ata që i marrin, me rrogën e ato pensione minimale. Me ato që veti ato minimalive, ato 30.000 lekë që marrin ndihmë ekonomike që nuk del as prej thes mjell. Vërtet ajo që ka premtuar Sali Berisha dhe Partia Demokratike 200 euro minimum jetik do t'i majtë të djallë. I takon gjithë secilit pavarësisht mbi të rrojnë me dinjitet. Ndaj që ne këtu jemi ndryshon në komunistët. Ata i duan kaq shumë fukarenjë sa i shtojnë për ditë. Ne duam dinjitet për të gjithë fëmijët, pleqt tanë, të paktën të kenë minimalisht të i kthejnë buzëqeshjen, të japin të i kthejnë ato 2.000 lekë që kalamajve si dikur, sepse dhe atë dridhen sot dhe nuk e hapin, nuk e kanë mundësinë, as për pak o kafe. Ndaj ne sot, me i telefonat gjithë secilit për jush, ne vim pushtet. Imagjinohet 37 ditë nga sot, nga i telefonat, kjo sallë sjell Partinë Demokratike në pushtet. Do i bëj prezantim para prak shumë gjithë secili këtu i kemi dëgjuar këto ditë për takime. Unë bashkë me ju, bashkë me PD-n, ndihemi krenar duke filluar me zotin Eduard Sharga, president Deri të merrve. Dhe vazhdoj me një kapiten ekip, që do jetë dhe kapiteni jonë të radhë, ekipit të Shkos Gjushës, Qela. Edhe më pas kemi deputetin, i cili do ta marrë këtë mandat, sepse do jetë zëri jonë. Ne ato shkallë. Atë takimi po i trojt hapur pa dashur zjatëm shumë. Sot kemi dhe i djatë të ri që përfaqëson PD-n, kryetarin Elsido Gjini, që është një figura e re. Atë takimin e quhet hapur, dhe ka në bëja kryetarit detyrë Elsido Gjini. Përshëndetje të gjithëve. Në jetë nga ndodhur që të kemë dhe 10.000 sys të unë, por sot që më shikoni po ndire po më shumë emocion. Emocioni më madh është se gjatë gjithë se kohë që kemi dalë, mendojmë se Lushnja ka frikë. Ka frikë, duke se Lushnja është pushtuar nga telekurë. Nga vënd telekurën si kur janë të qetë. Gjithë. Njeri thot krau djathi Belindës, njeri krau djathi Belindës, po më duke është fikë si një mosë Belinda me 850 krau djathi. Janë thjesht mashtrues. Vinë mashtrojnë. Vinë i thonë gjithë njerëzve, i trokasin gjithë njerëzve, vjen një që s'ka ide fare me qytetin tonë, edhe i thotë që qa halli ketë, qa të bëjnë mundë. Sa të marrin qeverin, do t'a zgjidhin. 12 vjetë dhe ka qeverin. Janë këthyër në 2012, bëjnë njërë të premtime si në 2012. I thonë njerëzve do japim, do bjem prap ujë. Do japim prap drita. Njëtën premtime për në 2012 e bën tani. Se s'kishte premtime, thoshte jam unë. I bëjt gjitha unë. Dukemi sikur jemi në Republikën Popullore të Tiranës. U rikthyer
në komunizëm. Po ka njerëzit frikë, flasën si pas të dyrë, në shoh frikë. Tu ka njerëz. Do të thotë që frika nuk ekziston më. Pastaj nga profesioni, kur shikonin ritmus, ishte e rëndësishme që të gjithë të bashkëpunonin për fituar. Nëse dhe një halk ose dy halka mungonin në maksimumin e vet, ai ndeshje dhe sfitohesh. Tani ju bëj kërkesë gjithë juve. Të bashkëpunojmë me njëri tjetrin për veten tonë. Se po na ikin fëmijët, po na ikin gjithë njerëzit, nuk po boshapiset ky qytet, po boshapiset. Edhe ju siguroj që te qytetet boshë. Ju siguroj që te qytetet boshë, se gjatë gjithë këtë stime kam pas mundësira dhe më të mira për të vizën në këtë qytet, jo, unë duhet përfaqësoj qytetin tim. Edhe mendoj se jam i aftë ta përfaqësoj qytetin tim. Sa i miri dhe Edi do shkojnë në parlament, falë votave të juve. Do shkojnë në parlament vetëm qofse votoni i rritim. Të paktën njerëzit që kanë pas besim të mu, nuk ka të një atë edhe nuk ka përnojë. Da ju lutem me një zemër, votojnë Partinë Demokratike e votojnë Gendian Çelën, se do të përfaqësojmë në smirë. Është tamam pyetje qytetare. Frytja e administratës publike është kanceri, është krimi më i madh që ka bërë Partia Socialiste. E tha zotëria është publike, e gjeti me 67.000 edhe ka çuar mbi 200.000 vetë. U shkrin 36 komuna dhe bashkiu bën 61 me qëllimin kryesor që të zvogëlojë administrata publike. Në fakt, ishte 20.000, sot pushtetin vendor punojnë 40.000, mbi 40.000. U dyfishua. Janë gjithë punëtor elektoral. Ka shumë në për qytet dhe në fshatra që nuk i dim as ne që shkojnë marrin rrogën, fusin kartën dhe pagomatin në fund muajit të Sherrosit dhe marrin rrogë se kanë emrat në për bordërë. Shteti është një familje